ka 35 vjet që asnjë shofer shqiptar nuk është ndëshkuar me rritje primi për shkak të dëmeve të shkaktuara. Madje mund të ketë klient që kanë bërë gjatë kësaj periudhe që mund të kenë bërë edhe 10, edhe 15 dëme, edhe 20. Dhe vlera e dëmeve shkaktuara mund të jetë 1 milion, 2 milion, ndoshta edhe 3 milion. Pra, shifrat janë kokëforta dhe ato flasin për tregues të cilat janë vërtet shifra që duheshin ndëshkuar. Dhe mendoj që është e vonuar ky vendosja e këtij malusi. Sot bonusin e përfitojnë rreth 600-700.000 klientë shqiptarë. Me 3% le ta shumëzojmë dhe të nxjerrim vlerën që përfitojnë të gjithë së bashku. Kundrejt 30.000 klientë që kanë shkaktuar dëm vitin e kaluar, të cilët do ndëshkohen me këtë shifër që mendoj nuk është aq e madhe dhe autoriteti ka qenë në mbrojtje të tyre, sepse për ne si treg duhet ishte marrë gjithë historiku dhe duhet ishte vendosur sistem. Dhe të gjithë emrat e atyre që kanë shkaktuar dëme duhet ishin pjesë e këtij ndëshkimi